Edhe ja këtu ku vi me byrekët që bera 2 byrek, dje për dark, kam bërë një me gjizë, me djathë dhe me kos, dhe tjetrin kam bërë me mish të gri dhe me qep. Tu kam ngrirë 2 qep goxhat mëdhaja, po i skuq, i më lash që të majnë në të ngjyrën e bukur. Pastaj kam shtuar 700 gram mish të grirë, siç e shikoni. I laqet të skuqen mirë, të marrin atë skuqen e dur që duhet, edhe pastaj i shtoj kripën. Si që shikoni tani kam shtuar kripën, i kam shtuar rigonin, edhe këtuja po ndanja brumin në topat vegjël. Brumin e kam zënë me 2 kokra vezë, 3 lugë kos, edhe pak ujë të vakët, 1 lugë uthull edhe pak fare krip. Kur e kam zënë atë brumin, apeshin ato petët edhe vaj ulliri. Apeshin petët për shef, nuk mu gri sikur një petë për zotin. Dolën këta byrekt super. Ky është byreku parë që unë kam bërë. 2 petët e para i kam hapur çik jashtë tepsisë, se në fund fare pastaj do bëj atë mbyllje. Edhe të tjerat pastaj i kam shtruar siç i bëjmë ne nga berati, kështu me rrulla, si fundi që vinte me pal në mes, edhe që mos të rinë ansoret shumë trasha. Këtu kam shtuar mishin e grirë, siç e shikoni. Edhe këtu po shtoj petët e tjera. Të 2 byrekët i kam bërë me 12 fije. Byreku nuk do bërë me shumë petë, themi që të dali 12 petë ka njeri, 12 i ka tjetri. Dhe ja si që shikoni, petët i kam shtruar një nga një, dhe në çdo petë kam shtuar vaj ulliri. Eliana që kërcen dhe në krah tjetër, se me zi priste të vesh byreku sajta. Edhe ja byreku i parë, vendosim në furrë, ja mbylljen si e bera. Tani kemi byrekun tjetër, që do ta bëjmë me djathë, gjizë edhe kos. Këtu po i shtoj vajin e ullirit, si që thash, në çdo petë kam shtuar vaj ulliri, dhe siç po thoshem që petët duhet të vinë me rrulla në mes. Këtu kam shtuar gjizën, kosin dhe djathin, i kam ashtu të treja bashk. Zakonisht do shtuar dhe vezë, po nuk shtoj se Eliana nuk ma dhe i ndjen erën e vezës dhe nuk e fut byrekun gojë. Nuk e ka ngrënë vezën gjithse ishte vogël. Edhe ja këtu mbaruam dhe byrekun e dytë, dhe ja si do bëjmë mbylljen, si që shikoni. Pastaj do t'i shtoj dhe vajin e ullirit lartë, në këtë mënyrë. Vetëm që byrekun e Elianës e rëmbeva pak fare lartë, po s'ka gjë, gjithsesi doli i mirë, se po merresha me gjëra të tjera. Edhe ja e poqa të shik më tepër, po dolën të dy të butë edhe të mirë. Ja këtu po i presim. Nuk ka si byreku i shtëpisë, ta themi mund të bëjmë me petë të blera, mund të bëjmë me çfarë do lloj gjeje, po byreku i shtëpisë është byreku i shtëpisë. Dhe ja si doli, dhe me mish të grirë. Doli fantastik, super, dhe nga poshtë kishte dal flak, i kuq. Si lartë dhe poshtë kishte marrë një ngjyrë. Edhe ky është byreku i Elianës, akoma ishte i nxehtë dhe unë mezi po e prisja. O qa shiu që zuri tuk tek neve. Dhe ja byreku. E mori Eliana pjatën e sajta. Edhe ja si ka dalë dhe ky tjetri poshtë, fantastik. Dhe kjo ishte darka jon e mbrëmshme. Ciao njerëz të dashur, faleminderit shumë për like-it, për fjalët e bukura, për mesazhet e bukura. Ciao.